Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfundoi dhe raundi i dytë i zgjedhjeve komunale në Kosovë. Qytetarët e 18 komunave votuan pasi në zgjedhjet e 12 tetorit, fituesit nuk arritën të merrnin shumicën e mjaftueshme të votave. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje kanë fituar zgjedhjet lokale në 7 komuna. LDK-ja ka fituar të dielën në Prishtinë me numrin më të madh të banorëve në Kosovë, si dhe në Pej, Viti, Dragazh dhe Junik. Paraprakisht, kishte fituar dhe në Lipjan dhe Istok. Lëvizja Vetvendosje ka fituar 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 6 komuna dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi në 5 komuna. Kryetari i Lëvizjes Vetvendosje, Albin Kurti, e vlerësoi sukses raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Sipas kryeministrit në detyrë, ky është një sukses i vetvendosjes dhe i të gjithë qytetarëve. Kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i Lëvizjes Vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar. Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. Deklaroi Albin Kurti. Kryeministri në detyrë Albin Kurti festoi me Faton Pecin fitoren për komunën e Mitrovicës së Jugut në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Bashkë me Pecin me Plisën në Kokë ata kanë festuar fitoren duke falendëruar qytetarët për mbështetjen që u dhanë. Në këto zgjedhje, kandidati i vetvendosjes, Faton Peci, fitoi rreth 53% të votave, ndërsa rivali i tij, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, siguroi rreth 46% të votave. Opozita në Kosovë kërkon rivotim në Mitrovicën e Jugut. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës për parim Gruta tha se ka shpalosur paregullësitë që ndodhen me flet votimet në Mitrovicë dhe ka bërë thirrje që ky qytet të shkojë në rivotim. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovic është cënuar rënd. Janë shkelur ligji për zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe standardet e njohura të Komisionit të Venecias për një proces të drejtë dhe të lirë. Në këto kushte, nderuar gazetarë, më lejoni të paraqes kërkesat e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas tij, bartja e fletëve të votimit nga një vend në një tjetër bie ndesh me ligjin dhe me rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gruda deklaroi se komisionerët e tij kanë vërejtur paregullsi në procesin numërimit të votave. Komisionerët tonë gjatë procesit të numërimit kanë vërejtur paregullsi të rënda. Fletë votimet me një numër sërish caktuar që i takonin një klase janë gjetur në klasën tjetër, madje edhe në qendra tjera të votimit. Pra, ka pasur bartje të një fletë votimi nga një klasë në klasën tjetër dhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Për parim Rama i LDK-s ka arritur të sigurojë 46.000 vota, ose rreth 51.54%, ndërsa kundër kandidati i tij nga Lëvizja Vetvendosje, Hajrullah Çeku, në balotazh mori 44.126 vota, ose rreth 48.46%. Me këtë rezultat, përparim Rama është bërë sërish fitues i kryeqytetit për 4 vite të ardhshme. Me njëherë pas shpalljes së rezultateve, LDK-ja filloi festimet në Prishtinë. Përparim Rama kërkoi bashkëpunim me pushtetin qendror, ndërsa paralajmëroi ndryshime në kabinetin qeveritar. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e kombit tonë, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues e unë nuk kam dyshim që edhe njëri muaj e gjys do ta kemi edhe Lumirin atë të Rovizës. Noi ka premtu. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku premtoi ndryshim të qeverisë me Prishtinën si tregues për fitore. Le të jetë kjo fitore një shpresë për rrugën që e kemi përpara, jo por edhe për qytete tjera, edhe për Republikën e Kosovës dhe fatin e popullit tonë. Ju kam thënë, po ju them, dri do të ketë këtë Republikë, Prishtina foli e para, Prishtina do të flet e para. Ministri i detyrë i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçla, duke komentuar rezultatin në Prishtinë, tha se askush nuk është fituesi dhe se humbësit janë qytetarët. Sipas tij, fitoria e përparim Ramës nga LDK erdhi për shkak të një koalicioni pazarësh. Koalicioni LDK, PDK dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, oligark,
E disa quasi media do t'i kushtojnë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizoj dëmin e zvogëloj çmimin, gjithmonë në të mirë të qytetarit dhe shoqërisë, shkruan Zveçla. Sipas ministrit, janë disa që dhe kur bëjnë shkelje luajnë viktimën. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pretendon se zgjedhjet e fundit vendore treguan se kjo forcë politike mbetet më e votuara në vend. Në përmbyllje të fazës së dytë të procesit zgjedhor vendor, PDK deklaron se ka siguruar rreth 187.000 vota me 206 asamblisë të zgjedhur dhe 6 komuna të fituara: Ferizaj, Prizren, Skënderaj, Vushtri, Kaçanik dhe Hanielezit. Krasniqi falenderoi kandidatët, aktivistët dhe qytetarët për mbështetjen e tyre. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përshëndet rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme vendore. Kreu i saj Ramush Haradinaj pas përfundimit të procesit zgjedhor deklaroi se Kosova edhe një herë dëshmoi organizim të zgjedhjeve me standarde të larta demokratike. Ai u shpreh se dita e zgjedhjeve konfirmoi fuqinë politike dhe stabilitetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke theksuar se subjekti i tij ka triumfuar në 5 komunat ku kishte qeverisur deri më sot, si do të jetë pjesë e bashkëqeverisjes në mbi 10 komunat të tjera. Sipas tij, në kuvendet komunale Aleanca do të përfaqësohet nga 98 asambleist. OSB dhe Bashkimi Evropian vlerësuan mbarvajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shefi i misionit të OSB-s në Kosovë, ambasadori Gerard Megurk, vlerësoi punën e kryetarit të KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, për menaxhimin e suksesshëm të procesit zgjedhor të tetorit dhe nëntorit. Ai theksoi se përkushtimi dhe profesionalizmi i institucioneve zgjedhore kanë forcuar demokracinë në vend, ndërsa ushtruesi e detyrës së ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, e ka cilësuar këtë proces zgjedhor si një dëshmi të demokracisë në vend dhe ka vlerësuar përmbylljen e suksesshme të ciklit të zgjedhjeve lokale. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës formon grupi parlamentar në kuvend. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kushtrim Xhemaili. Edhe pse partia Ramush Haradinajt ka vetëm 5 deputet, një më pak se numri minimal i kërkuar prej 6 antarësh për të krijuar një grup parlamentar, ajo e ka siguruar këtë përmes mbështetjes së deputetes Duda Balje. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ishte në koalicion parazgjedhor me nismën, por Fatmir Limaj kishte vendosur të largohet nga koparti, duke tentuar të lidhë marrëveshje koalicioni me lëvizjen vetëvendosje në një përpjekje për formimin e qeverisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani adreson kuvendit zgjidhjen e ngërçit krijuar për formimin e qeverisë së re. Para mediave Osmani tha se i mandatuari i dytë për kryeministër akoma është brenda afatit kushtetues, do të varet nga deputetët dhe nga kryesia e kuvendit se kur ftohet seanca. Siç e dini, i mandatuari i dytë për kryeministër akoma është brenda afatit kushtetues dhe do të varet nga deputetët e kuvendit të Kosovës dhe nga kryesia e kuvendit se kur ftohet seanca. Siç e dini, seanca duhet të ftohet brenda afatit kushtetues, pra kanë mbetur edhe pak ditë, shpresoj që kjo të bëhet sa më parë që të jetë e mundur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është kundër zgjedhjeve të reja parlamentare. Para mediave, lideri i vetëvendosjes tha se nuk i rekomandon zgjedhjet e reja. Sipas tij kanë mbetur vetëm 10 ditë kohë që të zgjidhet një qeveri me Kurtin kryeministër ose Glau Konjufsën. Nuk mendojmë që është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor e më pastaj edhe sërish në prill, kështu që deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurtit pikë 5 deri në dhjetor, ose Konjufsa 1 deri në prill. Ishte Albin Kurti. Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj kritikon presidenten e Kosovës për mënyrën e menaxhimit të ngërçit politik. Sipas tij, Vjosa Osmani tha se ka pasur mundësinë për të nxjerrë vendin nga kriza politike, duke mos e zvaritur procesin zgjedhor. Limaj tha se gjatë takimeve të presidentes me partitë politike është konfirmuar mungesa e vullnetit për të krijuar një shumicë të dytë parlamentare. Ne kemi pritur që presidentja në përputhje me kompetenca ta nxjerrë vendin sa më shpejt nga kjo situatë. Shmangja nga zgjedhjet duhet të tentohet vetëm aty ku ka shpresë, kur ka një deklarim të qartë nga grupet politike që nuk kanë vullnet për të ndërtuar shumicën parlamentare. Presidentja duhet të luajë rolin tjetër dhe të mos e shtyjë datën e zgjedhjeve, apeloi Fatmir Limaj. Memli Krasniqi jep dorëheqjen nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një konferencë për mediat, Krasniqi deklaroi se ky vendim nuk lidhet me zhvillimet e fundit, por buron nga bindja se shkoa për të krijuar një momentum të ri për familjen politike. Pas shumë kohë reflektime, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijoj hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Deklaroi Memli Krasniqi.
Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, erdhi reagimi i nënkryetarit të kësaj partie, Bedri Hamza. Ai shprehu mirënjohjen e tij të thellë për kontributin e jashtëzakonshëm që Krasniqi ka dhënë në udhëheqje. Duke shprehur respektin dhe mirënjohjen për bashkëpunimin e sinqert, Hamza shtoi se partia në këto momente po përballet me sfida të rëndësishme. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-s dhe garancia e suksesit ton, shkruan Hamza. Pas zyrtarizimit të dorëheqjes, Memli Krasniqi bëri të ditur se Bedri Hamza duhet të jetë kandidati i ardhshëm për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa ka theksuar se do të ketë mbështetjen e tij edhe për postin e kryetarit të partisë. Aktualitet. Krim dhe provokim të rënd e komentoi presidenti Vjosa Osmani rrëmbimin brenda territorit të shtetasit të Kosovës, Milan Vukashinović. Po, si që dini, edhe si pas dënave kadastrale, ajo është pjesë e teritorit të Republikës së Kosovës, sa i përket hetimit që po e bëjnë institucionet tona në bashkëpunim me institucionet e sigurisë të shteteve aleate. Sipas kreut të shtetit, gjendja e tij është e rëndë, ndërsa as ambasadori i Kosovës në Beograd nuk është lejuar të atakojë. Ajo ka deklaruar se është në komunikim edhe me shtetet e Kuintit dhe përfaqësues të tjerë në lidhje me këtë rast. Përfaqësuesi ynë në Beograd, ambasadori Jashari, ka tentuar disa herë që ta vizitoj të plagosurin, mirë po nuk është lejuar. Nga ana e spitalit, informatat që i kemi është që ajo është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Përveç kësaj, institucionet tona janë në komunikim edhe me familjen e të plagosurit, qytetarit ton, dhe po ashtu me të gjithë dëshmitarët të cilët e kanë parë ngjarjen dhe çfarë ka ndodhur. Deklaroi kreu i shtetit në Kosovë, Vjosa Osmani. Ishi dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë gjatë periudhës së luftës, Christopher Hill, ka mbrojtur idenë se Hashim Thaçi nuk kishte autoritetin e kreut të ÇK-s gjatë luftës. Në dëshminë e tij në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi në gjykatën speciale me selin në Hag, Hill ka deklaruar se asnjëherë nuk ka dëgjuar se Hashim Thaçi është përfshirë apo të ketë dhënë urdhër për aktivitet të palishëm. Sipas Hill, një nga sfidat e komunikimit me UÇK-n ishte se nuk kishte një strukturë hierarkike. Problemi i madh natyrisht me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pamundësia për të gjetur një lider, një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që mund të flisnin me autoritet. Pra Robert Gelbard, i cili kishte mbajtur pozitën që kisha mbajtur unë deri në momentin që ai ishte kërkuar të përqendrohej tërësisht në Bosnjë, që pra bëhet fjalë për martën 98-s. Ishi dërguari amerikan në Kosovë, Christopher Hill, gjatë dëshmisë së tij në Hag, konfirmoi se jo vetëm Hashim Thaçi, por as Jakub Krasniqi nuk kishte ndikim në të gjithë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë dëshmisë ai pranoi se ishte problematike e vazhdueshme të dijej se kush ishte përgjegjës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kjo ka qenë një problematike e vazhdueshme me UÇK-n, sepse ne nuk e dinim kush ishte përgjegjës atje. Pyetje. Dhe ajo që mendonit ju, pra, që Krasniqi kishte marrë disa udhëzime, ishte pikërisht sepse ju nuk mendoni se zoti Krasniqi ishte një nga figurat kryesore apo jo? Përgjigje, po. Këto janë mendime të pabazuara, por në mungesë të informacioneve të tjera, atëherë po. Pyetje. Pra, kjo është përshtypja juaj nga sa keni parë që zoti Krasniqi nuk ishte ndonjë person i rëndësishëm në UÇK apo jo? Përgjigje, po. Kjo ishte përshtypja ime. Hill deklaroi të mërkurën se zëdhënës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte Jakub Krasniqi, i cili bënte të ditura qëllimet e UÇK-s. Unë mendoj që zoti Krasniqi është shpallur publikisht zëdhënës i UÇK-s, pra ishte personi që i bënte të ditura qëllimet. Dëshmitari Hill deklaroi se UÇK-ja kishte qëllime politike që synonte të realizonte dhe një prej tyre ishte pavarësia. Ai tha se ka logjik të thuhet se për të realizuar këto qëllime politike duhet të ishte dikush përgjegjës. Vijon dëshmi në Hag Michael Durkee. Para dhomave të specializuara të gjykatës, ish këshilltari i generalit Wesley Clark deklaroi se UÇK-ja nuk kishte një strukturë solide të konsoliduar komande që dikush të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe të jepte urdhra që më pas do të çonin në veprime operacione të caktuara në terren. Sipas tij, komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre, sipas bindjeve të tyre kur e konsideronin të përshtatshme. Pra nuk ishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të autoritetit të drejtë për drejtë të komandës, siç e kuptojnë ushtrit perëndimore. I pyetur nëse Hashim Thaçi mund të ndalonte dhunën në atë kohë, ish këshilltari i generalit Wesley Clark u përgjigj: nuk kishte Hashim Thaçi kompetencë dhe autoritet për të ndaluar dhunën në atë kohë. Prishtina zyrtare denoncon Beogradin tek përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Dialogun Peter Sorensen për bllokim të ndihmave për shqiptarët e luginës Preshevës.
Zëvendës kryeministri i detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, pretendon se Beogradi po bllokon mjetet e Kosovës të destinuara për luginën e Preshevës. Në një postim në rrjetet sociale, Bislimi deklaroi se 3 herë radhasi Serbia ka bllokuar të dhënat e dërguara nga Prishtina për 3650 fëmijë shqiptar në Lugin. Ata kanë përdorur rreth 35000 tekste shkollore të financuara nga qeveria e Kosovës pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi, ngre shqetësimin e tij në lidhje me votimin e anëtarëve të Këshillit Rregullator për mediat elektronike në Kuvendin e Serbisë. Sipas tij, asnjë nga kandidatët e propozuar nga këshillat kombëtar të pakicave kombëtare, përfshirë shqiptarët, nuk mori mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë e këshillit. Për Rexhepin, kjo është dëshmi e qartë se për qeverinë aktuale në Beograd, as shqiptarët, as bosnjakët nuk janë të pranueshëm. Përjashtimi i përfaqësuesve të pakicave do të thotë heshtje e qëllimshme ndaj diskriminimit mediatik dhe pamundësisë që zëri i pakicave të dëgjohet, deklaroi kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.